Tani, mbasi kemi mësuar të veshim në mënyrë korrekte rripin e sigurisë, duhet të mësojmë të realizojmë një pikë ankorimi, fiksimi ku do të lidhemi. Realizimi korrekt i ankorimit është një nga pikat më të vështira në përdorimin e dispozitive të mbrojtjes personale kundër rrëzimit. Është shumë e lehtë të gabosh. Këto gabime kanë pasoja shumë të rënda. Para së gjithash, duhet të kesh parasysh se ankorimi duhet të jetë shumë rezistent. Një burr normalisht peshon rreth 80 kg, por kjo peshë i referohet personit që ndodhet pa lëvizur mbi peshore. Kur punoj si lëviz dhe me një kërcim të lehtë për disa centimetrash, shigjeta e peshores vendoset menjëherë drejt 90 kg, sepse peshës në qetësi i shtohet energjia e krijuar gjatë rënies kur i takon tokën. Kur vetëm pak centimetra shtojnë një peshë për 10 kg, sa do të peshoj punojësi ynë në rast se rrëzohet për shembull nga një lartësi prej 1,5 metra? Duhet të dini se për shkak të shpejtësisë së madhe gjatë rënies nga një lartësi prej 1,5 metra, një person prej 80-90 kg arrin të peshojë 800 kg. Kjo është arsyeja që një ankorim fiksim, për të qenë i sigurt, duhet të rezistojë të paktën ndaj një peshe prej 1000 kg dhe duhet të homologohet N795. Duhet të realizohet vetëm mbi struktura mbajtëse, si tra dhe shtylla betoni, ose hekuri e druri, me përmasa të tilla që mund të rezistojnë kësaj force. Kini kujdes se edhe metali nuk thyet lehtë, por përkulet e deformohet dhe aty ku ka saldime edhe mund të thyet. Për këtë arsye nuk duhet të mbërthehet asnjëherë tek shufrat e skelës. Në rast rrëzimi, saldimi coptohet dhe thyen dhe shufrat e parapetit që janë të holla. Vetëm tubat me diametër 48 dhe ato që mbajnë montimin dhe traversat e telajeve janë aq të fortë sa të rezistojnë në rast të rënie. Druri, kur është shumë i holl, thyet me lehtësi. Një tra i gjatë 4 metër, për të rezistuar rënies së një personi, duhet të jetë i lartë 20 cm dhe i gjerë 10 cm. Ka shumë mënyra për të realizuar një fiksim, ankorim. Mund të përdoren tako të homologuara e llojit zgjerimit ose kimik. Në këtë rast është shumë e rëndësishme të vesh në funksionim në mënyrë korrekte dhe të presësh kohën e tharjes së rrëshirës. Gjithashtu mund të përdoren shiritat e fiksimit. Këto pajisje bëjnë pjesë në pajisjet e mbrojtjes personale dhe janë shumë të rëndësishme, sepse mund të realizojnë në mënyrë të thjeshtë e në pak sekonda fiksime shumë rezistente. Këto shirita janë shumë të fortë, me rezistencë deri ndaj 2200 kg dhe nëse vendosesh 2 fish, mund të rezistojnë deri në 4400 kg. Mjafton t'i rrotullosh rreth një pilastri, trao ose objekti me rezistencë të mjaftueshme për të realizuar në disa sekonda një fiksim të përshtatshëm, ku mund të vendosësh ganxhën lidhëse. Mund të vendoset edhe një nyje me lak në mënyrë që të mos rrëshqasë. Në këtë rast, rezistenca zbret në vlerën 1600 kg për shkak të nyjes. Në rastin ton është e mjaftueshme. Duhet të kihet shumë kujdes që të mos bëhet laku në drejtim të kundërt, sepse në këtë rast nyja çahet në 800 kg dhe kjo mund të jetë shumë e rrezikshme. Kur vendoset një shirit rreth një pilastri ose trau, duhet kontrolluar edhe që këndi ndërmjet dy ekstremeve të shiritit të jetë sa më i vogël. Më mirë është të jetë më i vogël se 90 gradë, por për asnjë motiv nuk duhet të jetë mbi 120 gradë, sepse në rast të kundërt, shiriti mund të coptohet për shkak të sforcimit
të shkaktuar nga këndi jo i favorshëm. Për të kuptuar se sa e rëndësishme është të formosh një kënd të ngushtë, provoni të ngrini një kovë të mbushur me rër, duke përdorur një litar që kaloni në brendësi të dorezës. Në rast se duart që shtrëngojnë litarin janë afër njëra tjetrës, do të keni më pak vështirësi, por të provoni të largoni gradualisht duart nga njëra tjetra, do të shihni se thesi bëhet gjithmonë më i rënd, derisa të mos ta ngrini dot. Edhe shiritat do të pësojnë të njëjtën vështirësi për të ndaluar personin që rrëzohet. Me një kënd të ngushtë nuk keni problem. Me një kënd më të madh rrezikon që të mos përballojnë ngarkesën dhe të kputen.